Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fëndimin të nësita këmë të Allah subhana të losët ati për gjërom që të lavdrej dhe të begoj dërgunë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjët. Të në vëlezër, shtigjet e rrugtimit fetar, qoftë nëse analizohem për nga kozgjatja, po qoftë nëse analizohem për nga gjërësia e mundësisë se sa mundesh me rrugtu në botën e shpirtit, duke sikur është më e madhe sa që ky universi shka na e njohmi. Dhe i bie që sado që bëhesh fetar, megjithatë shumë shtigje të fetarisë akoma nuk i ki përshkuar për mos me thonë as ç'i dimi. Më thonë shpesh i kena na disa vepra fetare, disa botkuptime, disa ndoshta ndonjëherë disa përshpytshmëri të fesë shumë të mira. Mirë po, tutje, tu njoftu me fen, tu njoftu me botkuptime, shohim që shumë pak i na ditë. Për shembull, prej shtigjeve që ne kena të dobta dhe ku po tham na i na tu folën kuadër të një njohje që ka të bëjë me komunikimin, me pyetjet, me krizat fetare kështu me radhë. Një prej krizave që ka të bëjë me shtegun e asaj që mumi me qujt, shtegu i konvertimit të sjelljes edhe mendësisë në raport me madhështinë e Allahut dhe në raport me madhështinë e fesë. Domethënë, ne kena një kulturë, ne kena një sjellje. Edhe ne kur udhëzohemi, vimi me çat kulturë, vimi me çat sjellje dhe nuk mendojmë që duhet mu konvertu për t'ju përshtat madhështisë së Allahut dhe për t'ju përshtat madhështisë së fesë. Për shembull, nëse na shkojmë me mësu fejen, na shkojmë me mësu fejen prafërsisht që kena mësuar edhe shkencat eksakte, prafërsisht edhe që kena mësuar në shkollën fillore dhe të mesme. Nuk mendojmë që duhet për fejen duhet me aktivizu diçka ekstra, duhet mu konvertu ekstra me një diçka e cila i përshtatet madhështisë së fesë edhe madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe shikuar nga kjo, një pjesë e madhe e fetarisë së vendit tonë, në qiellit tonë edhe të rrethit tonë, shumë tingëllon sikur ne i thomi fetarisë nuk ka keq, bolla komune, mund domethënë të tjerët s'kan hiç. Edhe ky komunikim është komunikimi i atij që nuk e madhron Allahun subhanahu wa taala. Nuk e sheh çast madhe çështën e Allahut dhe rrëdhëmisht nuk mendon që ja vlen për Allahun me ndryshu. Nuk beson që ja vlen për fen Allahut, domethënë me bën një ndryshim domethënë shumë të madh. Ndaj thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot hasha al-ula min dha az-zabun al-fani. Thot malli i shtrejt nuk e pranon tullifarmushteria. Malli i shtrejt nuk pranon tullifarmushteria. Domethënë kur dikujt të ecë tregtia pak më shumë, ai zgjell mushterit. Bile thot më fal, mos ma prek mallin hiç. Mundesh më konën i pa denj për më konë mushteria i ti, as nuk të jep mundësinë, ndoshta e krijon një farë diskriminimi aty para lokalit vet, kush mund të marrë, kush nuk mund të marrë, sepse këtij ka hec. Ai i cili nuk e ka tregtinë e suksesshme, ai ban gabull kushdo që i vën. Në moment që ti mrrin pak më shumë, nuk e lejon gjithkush me armë të bëjë domethënë mushteria jote. Ndaj, cila është matja kryesore, nëse ty t'jep Allahu sukses në tregti për shembull, edhe do mi zgjell klientët se shumë tu kanë bë, apo edhe do mi zgjell pak më të mirë. Cila është domethënë matja kryesore që ti kanë e pranon e kanë e refuzon? Kujt ja çel ullën, ku nuk ja çel. Ti mat me potencialin e blerjes. Domethënë potencialisht ky sa mundet me ble ose sa ka gjas me ble ose sa është interesuar me ble. E tash, fatkeqësia më e madhe është që a thu vallë, shka shë Allah në zemrat e tona, sa e kena na për një me ble mallin e Allahut. Na vimi në derse, ngomi serie, ngomi libra, edhe rrimi me xhallare dhe ndoshta vite të tëra kështu më radhë. Mirë po potencialisht, domethënë na çata mushteri që veshin atu sillna për market, i veshin atu sillna për lokal, mas mëron ti vesmi sa kushton, sa nuk kushton, cila është më e mira, ku diun çka, a pe dalmi pa mall. A pe dalmi pa mall. Domethënë nuk mundesh ti me ardhën 4 vjet për shembull me një varg mësimesh ose me ardhën një burim mësimesh 4 vjet. Edhe domethënë mos me bëu ndryshim të madh vetë se je mushteri i dopt. A mund këtë rast nuk është mushteri i dopt para një hoxhe. Është një mushteri i dopt te Rabbul Alemini. Allahu nuk do të bëj gabull. Allah je mushteri pa interesum, nuk do të bëj Allah potencial në zemrën tonë për me dhënë diçka të madhe. Domethënë na mësomi akiden, mësomi menhexhin, mësomi selefin, mësomi udhën e të parëve, mësomi tefsir, mas më romti, na dhe ata të cilët nuk i kanë mësuar çtu, çka kena shumë dallim. A kena ndonjë dallim të madh? Nuk kena dallim të madh sepse ne ata mushteri që vesh sillmuna për domethënë në lokal. Ndaj kisha pas dëshirë para se më hin temë, para se më trajtu ajetin që kam përziell sonte, nuk hen tregti me Allahun ai që harron madhështinë e Allahut. Ai që nuk e menon madhështinë e Allahut, ai s'di me hin tregti me Allahun. Domethënë, moment që ti e di që ki punë me dikant të madh, ti duhesh më përshtat të madhit, i madhi nuk të përshtatet ty. Pik. Dhe kjo është rregulli i jetës. Ta tregtarët e tokës
Madje ndoshta edhe dikush që ka thjesht një tezgë, po e ka një mall pak më të veçantë edhe e ka një klientel të përzgjedhur, edhe ai ka do far standarde. Kështu që pa ju përshtat madhështisë Allahut, nuk mundesh më bë mushteri deni Allah subhanahu wa taala. Për shembull, thot Allah te baraka ve taala, yamununa alayka an aslamu. Ata po ta përmenin ty që na u bën musliman. Allahut pja përmenin që na u bën musliman, këta tjerë janë, që na të ri edhe nuk i bëjmë të gjunoje, këta i bojnë. Thot Allah subhanahu wa taala, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Thuaj, mos ja përmeni Zotit që një uzu. Sa Allah ju ka uzu, Allahu ja u përmen juve që ju kom zgjell. Allahu ka drejt me ta përmen që unë të kom zgjell, unë të kom begatu. Jo ti më ja përmen Allahu që një uzu. Allahu ta përmen që të ka uzu. E tash për shembull, që kjo çështja që na domethënë shpesh e nalmi vrullin e fetaris. E thomi boll den që tu fe, më shumë jo. I bie që prafërsisht domethënë boll pianos tu, na e krytëm me Zotin. Zoti neve na ka borxh. Në më po me thonë shtu fjalë për fjalë shumë, kjo del shumë keq. Po çështu i bie. Kur thunë mirja, mos i kom të forze, ose nëse e kom një shami, motra muslimane, ose dikush tjetër, boll, unë çka kam më shumë. Unë boll pianos teme. Ama ai që një madhështin Allah subhanahu wa taala, a mundet me menu çështu? Ai që di se sa i ka hak Allahut, a mundet çështu me menu? Kështu që nuk mundi na u bë mushteri të Allahut, mushteri të tregut, me një treg me Allahun, pa e ndryshuar çësjen, pa u konvertu kulturalisht, mendësisht, për mi përshtat madhështisë Allah subhanahu wa taala. Ose për shembull, nuk mundet me intraktim me Allahun ai që nuk e menon madhështinë Allah subhanahu wa taala, që thot Allah azza wa jall, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu wal ghaniyyul hamid. O njerëz, ju jeni të varfër, ju jeni nevojtar për Allahun. Allahu s'ka nevojë për juve. Do thonë ti ditë natë me në sejdë Allahut nuk i duhet sejdë jote. Ti ditë natë me bë dhikr Allahut nuk i duhet dhikri jot. Mund ti dush me ndje pjesë të komunikimit me madhnim për Allahun, që fetaria jote domethënë ka hije vesh kof që është e veshur me kostumin e të varfrit, jo me të kostumit të atij që i ngren hunte dhe menon që o dikushi. Ose pjesë që duhet me ndryshuar atë çësjen dhe rrjedhimisht me shumë me interaktim me Allahun subhanahu wa taala, është pjesa që e përmend dikush prej selefit, sikurse ka shumë Imam Bejhaqi dhe të tjerë, që Xhibril alayhis salam pas ka kajt shumë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka vetë një herë, rivajti është mursal. Edhe Xhibril ka thonë, ma jaffat li aynun mundhu khalaqa Allahu jahannam makhafata an a'siyahu fayulqiyani fiha. Ka thonë Xhibril alayhis salam, kur thos më ka ter syni pilotit, prej kur e ka kriju Allahu xhehenemin, kom thonë, nashta muj me bën edhe gabim edhe më gjun mas prom ti çaty. Nashta muj me bën gabim, edhe mundet më gjujt Allahu çaty. Domethënë pjesë që ti ndryshimit është me menu që kurkush me neve s'ka garancë. Kurkush me neve nuk ka tu fol pin xhenet, tu ka zot shive, më ka njëri mirë me përfundu çaty. Këti na tu folin, na tu munu, ç'më mujt me mrrin xhenetin Allahut subhanahu wa taala, si dhe një pjesë tjetër që duhet me ndryshuar për të bërë mushteri të mirë tregtisë me Allahun, është ajo që shënon Tirmidhiu për Abu Dharrit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka përshkruar qiellin ka thonë, ma fi mawdi'un arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Ka nuk ka 4 gishta hapësirë në qiell, vetë është një engjëll në sejdë të i bë Allahut, domethënë ibadet. Domethënë pjesë e ndryshimit të kësaj është që Allahu ka shumë mushteri. Allahu nuk ka një farvarsi, Allahu s'ka as për këta shka rrinë sejdë, as për këta shka nuk rrinë sejdë. Po ti për me mujt mu pa mushteri, du të me kuptu që këtë pjesën e absolutësisë Allahut, që Allahu te bareke ve teala meriton adhurimin për neve, edhe du të me di që Allahu ka boll mushteri. Domethënë, mu përmirësu me kuptu që mos më ja përmend Allahut fetarin. E dyta me sforcu ndjenjën e për uljes dhe të varfënisë para Allahut. E treta është me u friksu a jena na mushteri të mirë, as jena mushteri të mirë. Edhe tjetra është mu friksu, domethënë do të me di që ka mushteri me bollëk Allahu dhe domethënë nëse ti nuk rri çu çdohet, vazhdon ka tjerë domethënë sa tush. Kështu që keq që ta ndërlëzë si hyrje na bën për me hi në një çështje që na duhet me menu seriozisht për me ndresh vetveten. Për me ndresh vetveten për hir të Allahut, sepse duhet gjithherë me menu shkatu po Allahut që tu na lënë neve musil, kush 5 vjet, kush 10, kush 15, kush 20, edhe apet domethënë dalmi pa mall, pa ble domethënë atë çka domethënë duhet me bë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe në to vllazni, çaq më madhështor që o dikush, veç me pas mundësi ti me të me hin tregti, e ki privilegj edhe mundësi. Madje edhe ka njerëz kanë dëshirë me hi me njerëz të mëdhenj tregti, edhe nëse tregtia është e predispozuar për dështim. Mjafton me shtin karrierë që me filonin kum pas biznes, me filonin kon ortak, pse o njëri madh.
Apo bile dhjetra njerëz bëhen të mëdhej veç duke bashkëpunuar në biznese të dështuara me njerëz të maj. Mjafton ai me ndreq imazhin edhe kapitalin shoqëror, me kallëzu se me filanin jam kontrekti. E na shpesh e kena qit këtë fjali e kena kthy në klishe, tregtia me Allahun. A unë ato vol të tregtin me Allahun sikur se me tregti domethënë që nuk ka kuni far vlerë, edhe kuni far domethënie domethënë për tu veçuar. Allah subhanahu wa taala në fillim të surës Az-Zumar, në ligjratat e kaluara që i ligjerum, na kallzoi çysh nis kjo tregti me Allahun. Na kallzoi që kjo tregti nis me tauhid. Pa e bë kontratën me tauhid, me praktikë shirkun, nuk mundesh me tregti me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu ka përmend disa argumente të tauhidit me theks të veçantë tauhidit të hynishmërisë, tauhidit ar-rububiyya. E tash ajeti i radhës, sikur Allah na tregon që kur të rregullohet tauhidi, çka duhesh me kuptu, çish duhesh me pas qasjen, çish duhesh me menun në raport me Allahun subhanahu wa taala. Ajeti thotë kështu, thotë Allah subhanahu: "In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum." Nëse ju mohoni, nëse ju bani kufur, Allah është i pa nevojë për juve. Mandi ditë e natë mos u bën, ditë e natë rebelo, ditë e natë kundërshto. Allah është i pa nevojë si për bindjen tonë, si për mos bindjen tonë. Thot wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah nuk do që robërit e tij me bë kufër. Nuk e do Allah. Nuk pajtohet Allah, nuk jep leje, nuk lejon Allah që t'i bëhet kufër. Thot wa in tashkuru yardahu lakum. Amo si t'jeni mirënjohës ndaj Allahut, Allah është i kënaqur me këtë. Allahu është i kënaqur me mirënjohjen tuaj ndaj Allahu subhanahu wa taala. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Edhe kur kush nuk e mbart barrën e çetërkujt, mëkatin e çetërkujt, secili bën mëkatet e veta. Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pastaj keni u kthyr te Allahu te Zoti juaj, edhe kam ju kallëzu çka keni bën. Innahu alimun bi dhati as-sudur, dhe Allahu është i gjithditur çka keni ju na për zemra. Allahu është i gjithditur çka keni ju na për zemra. Saktësisht kom frikën që kom met hak shumë tefsirit të ajeti me shumë me përmbledh me ligjërat, sepse realisht tu ka janë 3-4 tema të moja që ja vlen secila më kom temë vetë. Mirë po, megjithatë do të përpiqem inshallah me përmbledh. Domethënë, pasi Allah subhanahu wa taala i përmeni provat e tauhidit, tash sigurisht që kanë pas njerëz që kanë me jetu me këto prova dhe kanë me jetu tauhidin, edhe sigurisht që kanë pas edhe që mohojnë. Sepse nuk është prova kontakti edhe realiteti përfundimtar i njerëzve në përcaktim. Sa njeri ishe dritën, sa njeri ishe të vërtetë, por nuk e pranon. E pastaj Allah subhanahu wa taala më një herë e ban qartë që çështja e parë nuk e përmend, çështjen e parë pohimin, por çështjen e parë përmend mohimin. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Që kjo tauhidi, mos si ta mohoni, Allah s'ka nevojë për ju. Pastaj e përmend që nëse ju jeni minjans të Allahut, Allahut kjo i pëlqen. Allahu këtë është razi, Allahu këtë domthonë pajtohet. Sikurse domethënë kjo temë ndër vëllezër po e kthen prap temën temas, kushtimisht thon, për më kthy te tema e rububiyes dhe absolutësisë së Allahut, e që në këtë rast, këtë ajet, absolutësia e Allahut po trajtohet kuadër të emrit El Ghani. Çka është El Ghani arabisht? El Ghani arabisht i bie i pasur që s'ka nevojë për kërkan. Domthon i pa nevojë. Kur kush s'mundet mi ofru diçka e të jetë shërbes dhe nevojë për atë. Domthon Allahu subhanahu wa taala është absolut, i pa fillim dhe i pa mbarim, është i pa nevojë për krijesat e tij. Dhe kur është i pa nevojë prej të ibadetit tyne, e deri në diçka që mundën domethënë njerëzit me menu me qenë, domethënë që ja dedikojnë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që e shënon Imam Ahmedi me Muslimi për Abu Dharrit në një hadith kutsi ku Allah subhanahu wa taala thotë kështu: Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Thotë o ju robët e mi, ju nuk muni me bë dëm. Më thonë, s'ka dyqysh që shmuni me mri derinsa me mbodam. Thot, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Edhe s'muni me pas një mundësi me mbo mu dobi. As dam as dobi nuk muni me mbo. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Thot nëse i pari juve dhe i fundit, domthon gjenë njerëz, pim parin deri në fundit, krejt janë ala atqa qalbi rajul, me zemrën më të devotshme që mundet me mbërrit devotshmëria e njeriut. Ma zada dhalika fi mulki shay'a. Kur gjë kjo mund nuk mashton diçka. Këjt ju më bën njerëz devotshëm. Këjt sesh dhe me nejt. Nuk muni kur gjë më bën mu dobi e me mashtu sundimin edhe domethën pushtetin. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'a.
Pastaj thot Allah subhanahu wa taala, nëse i pari ju dhe i fundit, kejt njerëz, kejt gjend, çonu dhe bonu me zemrën më të prish që mund të më bëj dikush. Edhe, domethënë mëkati dhe rebelimi juv, ma naqasa dhalika min mulki shay'a, mund të më paku sundimin edhe absolutësinë që ka Allah subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Thot o ju njerëz, o robët e Allahut, nëse i pari ju dhe i fundit, gjin e njerëz kejt qonu me një vend, edhe krejt shka t'ju shkujen men mi lyp Allahut, edhe Allahu keve mi aplotsu kërkesat, keve mi u përgjigj, nuk i pakohet Allahut, shka ka Allahut, qatë sa mundet një gjilpër me mor ujë ndeti. Pastaj thot innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Thot I keni punë të juve e unë me ato punë kam I morë juve në llogari. Domthonjë ju as dam as dobi së mbani, as nuk më harxhoni sundimin, as nuk më harxhoni thesarët që keni kam, ama jeni të bëj punë për veti keni. Domthonjë çka bani ju ibadet, çka bani ju mëkat, këtë për veti keni. Pastaj thot faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsihi. Kush shë që o të bo mirë, o të drejtu, le të afandrë Allah. Kush shë që sun po drejtohet, fela e lumen në ila nefse. Mos ta qërtoje, mos ta akuzoje kërkëv përveç vetë vetës. Kështu që nëse t'jetu silë në market që 4-5 vjetë, edhe si t'u ble kur gjo, veç vetës t'i le fajnë, mos ja le fajnë që tërkujt. Mos u pri me iden, po t'kish qenë një shpjegim kështu, po t'kish qenë një rreth kështu, po t'kish qenë një disponim kështu, jo, ti ki fajt. Në më thonë, ki dal pa ble mal, ti ki fajt edhe banu marak, pse ka ndodhur domthonë në diçka, domethënë e tillë. Kisha pas dëshirë ndërlëzë për me kuptu temën pak më mirë, me analizu bashkërisht në kontekstin kuranor, çysh shoqënohet emri El Ghani I Allahut me emrat e tjerë në Kur'an. Për shembull, Allahu thot: "Wa rabbuka al-Ghaniyyu dhur-rahma." Zoti jot është Ghani, I pa nevojë edhe është shumë I mëshirshëm. Është shumë I mëshirshëm. Pse ka përmend që është shumë I mëshirshëm? Masi e ka përmend që është el-Ghani. Vazhdon ajeti thot: "In yasha yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha." Me dasht Allahu ju hek këtë juve edhe be krijesa tjera. Pse Allahu e përmend mëshirën, masi e përmend që është I pa nevojë, sikurse na përmend Allahu subhanahu wa taala, ju ekzistoni me mëshirën time, se me dasht, unë s'kam nevojë për ju hek e biçer. Unë jam el-Ghani. Do të thonë kur thot Allahu el-Ghani, thot unë jam I pa nevojë dhe ju që ekzistoni s'un kam nevojë për juve. Unë jam t'ju lën juve me rahmetin tem, se ju që meritoni edhe më shdu krejt. Ose kryesisht Allahu kur e përmend në Kur'an emrin El Ghani, që Allah është I pa nevojë për kërkan, është I pasur dhe s'ka nevojë për kërkan, zakonisht Allahu e përmend krahas Ghani e përmend emrin El Hamid, që është plot lavdi. Allahu është plot lavdi. Thot Allahu subhanahu: "Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ardi wa inna Allaha lahu al-Ghaniyyu al-Hamid." Thot Allahu janë shkakon qiell dhe shkakon tokë, dhe Allahu dinë që është Ghani, I pa nevojë dhe është plot lavdi. Thot Allahu subhanahu: "Wa'lamu anna Allaha Ghaniyyun Hamid." Dinë se Allahu është Ghani, është I pasur, është I pa nevojë edhe është Hamid, është plot lavdi. Thot Allahu subhanahu: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-Ghaniyyu al-Hamid." O ju njerëz, ju jeni të varfër, ju jeni nevojtar për Allahun dhe Allahu është Ghani, është I pa nevojë edhe është Hamid. In yasha yudhhibkum ya'ti bi khalqin jadid. Me dash ju hek juve dhe be krijesa të tjera. O ma dhalika ala Allah bi aziz. Kjo nuk është diçka e rëndë për Allahun. Ju ka kriju juve krijon edhe të tjerë. Sigurisht se na jepet një mesazh. Allahu është I pa nevojë, bile edhe ju kur e lavdroni Allahun nuk e bani ju të lavdruar. Ajo është vetë dhe ish mos me lavdruj ju. Domthonë kur se lavdoni ju Allahun, Allahu është plot lavdi. Nuk është Allahu I plot lavdruar pse ty të ka shku menja me lavdru Allahun. Po Allahu sa që e përmend që është Ghani, më njëherë ka thonë se unë jam edhe pa ty I lavdruar. Që I bie ti nëse më lavdron për vete e ki. Ti nëse më madhnon për vete e ki. Se unë jam Ghani edhe jam Hamid në vetën time, në qenjen time, në realitetin tim. Thot Allah subhanahu: "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la Ghaniyyun Hamid." Krejt ju edhe shkakon tokë me bë kufër, prapë Allah është I pa nevojë dhe është plot lavdi. Thot Allah azza wa jall: "Fa kafaru fa tawallu wastaghna Allah." Ata mohuan dhe kthyn shpinën, ama Allah është I pa nevojë. Pse është I pa nevojë? Sepse Allah është wallahu Ghaniyyun Hamid. Allahu është Ghani edhe është Hamid. Pse duhet me spikat që kjo domethënie? Që me ndërtu një mentalitet të ri,
Një mentalitet që kur i lutmi Allahut, e adhurojmë Allahun, e përmendmi Allahun, i bindemi Allahut me besu bindshëm. Atë që thotë Sheikhul Islam Ibn rahimullah, wal faqru li wasfun dhatin lazimun abada kama al-ghina abadan wasfun lahu dhati. Varfëria dhe varësia jeme është diçka që s'u hiqet kurrë. Se kjo cilësia jeme, ashtu sikurse pa nevoja dhe absolutësia dhe pasuria e Allahut që cilësi e përhershme absolute e Allahut subhanahu wa taala. Moment që ti rriun jam Rabb, ai është Ghani, ai është Hamid, ndryshe komunikon me Rabbul Alaminin. Diku tjetër Allahu subhanahu wa taala emrin El Ghani e shoqëron me emrin El Karim. Para ka Ghani me dhu rahme, e dyta Ghani me Hamid. Dikun Allahu El Ghani e shoqëron me El Karim. Thot Allahu subhanahu: "O men shakara fa inma yashkuru li nafsihi, o men kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Kush e falëndron Allahun e ka falëndruar për veti. Edhe kush mohon, kush tregohet mos mirënjohës, le ta dijë se Allahu është Ghani edhe është Kerim. Allahu është i pasur edhe është bujar. Kerim, bujar. Pse përmend Allahu subhanahu wa taala pikërisht këtë ajet? Bujar krahas Ghani. Sepse Allahu subhanahu wa taala sikur do më kallëzu që unë jam i pa nevojë e kur unë ty të shti me më falëndëru, kjo kon bujaria ime. Kjo kon bujaria ime. Domethënë ti më ki thon faleminderit me bujarin time. Dhe e dyta, disa bujar jam unë. Unë të kom frymzuar me më thon faleminderit, unë të shpërblej që më ki thon faleminderit. Domethënë Allahu është Kerim, është bujar që të frymzon me falëndëru Allahun, edhe të shpërblen për atë që vet Allahu ai të ka frymzuar. Vetë Allahu ai të ka frymzuar dhe të ka dalluar domethënë për krijesave domethënë të tjera. Kështu që adhurimi yt për Allahun është vetë një bujari e Allahut ndaj teje. Mund ti kur i ban Allahut ibadet, kjo është bujaria e Allahut ndaj teje. Dhe Allahu neve këtë domethënë ndërlëzën e kalon në çdo rekat që na e recitojmë surën Al-Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Që kjo ajet i ngjan El Ghani edhe El Karim. Pse? Se vetëm ty të adhuroj, edhe unë kur ty të adhuroj, dhe të kam lyp ty ndim që ti më ndihmu, e kjo që unë ty të adhuroj është mirësia dhe bujaria jote ndaj meje që unë jam të adhuru. Në sa herë që lexon Fatihan, me ndje që këtë domethënia që është bujaria e Allahut që ty të ta mësua me lyp ndim Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po megjithatë, shumica e njerëzve mohojnë. Allahu po thot: "In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum." Nëse ju bani kufër, mohoni, dini se Allah është i pa nevojë për juve, wala yarda li ibadihi al-kufr, edhe për robërit e tij nuk e do kufrin. Për robërit e tij nuk e do kufrin. Sigur na jepet një domethënë vëllezër që unë jo vetëm që s'kam nevojë për juve, edhe kur gjojë s'u bani dobi. As dam, a megjithatë si rrjedhim i dashurisë madhe të Allahut për robët e vet, thotë unë s'jau du të keqen. Me përndujon kufër, domthonjë kjo është e keqe për juve. Me përndujon mohem, është e keqe për juve. Me përfundujon në mosmirnjohje, kjo është e keqe domethënë për juve. Thot Allah subhanahu wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse jeni mirënjohës, Allahu është razim me juve. Nëse jeni mirënjohës, ani pse kjo mirënjohje juve për vetë e keni. Allahu këtë është razi, Allahu këtu pajtohet domethënë me juve. Vini rëndë vëllezër për zgjedhjen e fjalëve kur nxjerrën në paralele. Ajeti po thot: "Nëse ju mohoni, Allahu është i pa nevojë për juve." E nëse falenderoni, nuk po thot e nëse besoni. Ai kishra jashtë Kuranit, po përmendet mohimi, tani mu përmend besimi. Apo? Po mohon, po beson. Allahu po thot: "Nëse ju mohoni, Allahu është i pa nevojë për juve." E nëse ju jeni mirënjohës ndaj Allahut, falëndërues ndaj Allahut, Allahu e do juve më kon kësi të këtill. Pse ka përmend Allahu subhanahu wa taala mirënjohjen në vend të fjalës iman? Mirënjohjen në vend të fjalës besim, për arsye se piknisja e ndryshimit mentalitetit në raport me Zotin është mirënjohja, të ka punë ekzistencë, kujdeset për ty, të ka bërë shumë mirë, vazhdimisht bën mirë, si mos t'ja nish me menu kthimin te Allahu, pika tema e mirënjohjes, sikur që kena shpjeguar te sura Al-Insan, atëherë domthon sa insan je ti. Për krahasim të vëllezër, edhe në raportet e tona të përditshme mes njerëzve, njeri i cili është mos mirënjohës, është njeriu më i keq i mundshëm edhe nëse ka petk fetar. Mos mirënjohja është pikësia më të ulët atë njerëzve. Nëse dikush është mos mirënjohës, ja ki bën të mirë, ja ki çel një udh, ja ki ndërtu një ur, ja ki çel një derë, edhe domethënë nuk është mirënjohës, kjo është cilësi shumë e keqe. Shtoja kësaj nëse krahas mos mirënjohjes e ka edhe kibrin, e ka edhe mendimosin. Kur bën këtu dy cilësi bashk,
Mosmirnjohja edhe mendjemallësia e prishin edhe e vlion. E prishin edhe dikë i cili ndoshta këtë veprat e fetarisë i ka. Për këtë arsye, sikurse në fetari që ta prish me pas mendjemallësinë dhe kryenësinë edhe mos më nushtru Allahut, edhe më pas mos më njohën, mos më menuçi ki hak Allahut, edhe borxh Allahut çashtu është në raportin njerëzor, ai i cili është mos më njohës, edhe është mendjemall, domethënë prishet e shënojmë me haqiun shovel iman, pe Abu Dardos pe Ameri sallallahu alaihi wasallam ka thonë se Allahu ka thonë inni wal insu wal jinnu fi nabain adhim. Njerëzit dhe xhenet jena në një temë të madhe, një temë domthonjë të jashtëzakonisht madhe. Thot akhluqu wa yu'badu ghairi. Krijoj adhuro dikush tjetër. Thot wa arzuqu wa yushkaru ghairi. Furnizoj ndërkaq ata i thurin lavdë dhe falendem dikujt tjetër, jo mua. Kështu që kjo ndërlëzër e rëndësishme për me kuptuar piknisjen e reflektimit të ndryshimit të mendësisë, ti je i varfri, ti je i dobti, rri para Allahut me këto, domethënë me këto emra. Thot Allah subhana, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Nëse ju bani kufër, Allah është i pa nevojë për juve, wala yarda li ibadihi al-kufr, edhe nuk do Allah që t'i bëhet kufër, wa in tashkuru yardahu lakum, dhe nëse ju jeni mirënjohës, Allah është razi me këtë. Kjo pjesë ndërlëz na çon te tema e kaderit. Kjo neve na çon tash te tema e kaderit. Saktësisht po përpiqem me bën një shpjegim të përmbledhur hyrës për me ardhen te pjesa që ka të bëjë më shumë me këtë ajet, mirë po me ndërtu fillimisht një bazament prej ku mundi me kuptu pastaj këtë pjesën që ka të bëjë pikërisht domethënë me këtë ajet. Saktësisht na besojmë kader, besojmë në fatin e parapërcaktuar, besojmë në fatin e determinuar, besojmë që ekziston një parapërcaktim absolut i gjithçka që ka më ndodhur, edhe kena pjesë të shtyllave të besimit, dhe jo vetëm kaq konsiderojmë që kushdo që nuk e ka këtë besim nuk është musliman, nuk është besimtar, si dhe jo vetëm që është shtyllë e besimit, po është domosdoshmë struktura e besimit. Domthonë temat e besimit lidhen me kaderin, saktësisht. Çish e kena kuptu temat paraprake, që absoluti e meriton adhurimin, që ashtu duhet me kuptu që në kozmosin e absolutit nuk bëhet kurrë pa dijen, shkrimin, krijimin dhe vullnetin e tij. Çish e ke kuptu që ai ka kriju dhe meriton adhurimin, që ashtu duhet me kuptu se në këtë kozmos gjithçka ndodh, gjithçka ekziston, gjithçka mundet me ndodh, vetë se ai e ka ditë, vetë se ai e ka parapërcaktuar duke shkruar, vetë se ai kur ndodh me vullnetin e tij, edhe teksta ndodh, Allahu domethënë e krijon. Domethënë kena ato 4 shkallët e kaderit që kemi përmend domethënë tash me len Allahu subhanahu wa taala. Shënojmë muslimi pe Yahya ibn Ya'mar, thotë kom dëgjuar Abdullah ibn Umerin duke babe, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Bambe Abdullah ibn Umeri. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Me pas dikush për juve, sa kodra Uhudit ari, edhe krejt me dhon për Allahun. Allahu nuk e pranon nëse nuk beson kader. Domthonë me pasën lëmoshën, edhe bujarin, edhe zemërqënësin më të madhe në dynjë, Allahu s'ta pranon nëse nuk beson kader. Si dhe shënon djali Imam Ahmedit Abdullah në librin e tij Sunne, që Abdullah ibn Abbasi ka thonë al-qadaru nidhamu at-tauhid. Ka thonë kaderi, tema e kaderit është struktura ku lidhen temat e tauhidit. Fa man wahhada Allah azza wa jalla wa amana bil qadar fa hiya al-urwatu al-wuthqa allati la infisama laha. Kush beson Allahun, e njëjëson Allahun, beson tauhid, e beson kader, çuqi ka arte nyja që nuk shkëputet. Të nyja e fortë që nuk shkëputet, wa man wahhada Allah ta'ala wa kadhaba bil qadar naqada at-tauhid. Kush beson në Allahun, e njëson Allahun, pastaj nuk e beson kaderin, e ka rrëzuar tauhidin. Çysh prishet tauhidi me bëmu të prish tema e kaderit. Për me mujt me kuptu atëre po e ri përsëris, domethënë, çka besojmë na te kjo pjesa e fatit të determinuar, edhe në këtë parapërcaktimin absolut. E para na besojmë të shkollat e kaderit ose shtyllat e kaderit. Na besojmë në diturinë paraprake absolute të Allahut subhanahu wa taala. Domethënë Allahu gjithçka para se më ekzistue ka ditë. Kjo është dituria absolute e Allahut. E dyta, na besojmë në shkrimin e tyre përpara se të ekzistojnë. Para se marrën ekzistencë ato gjona, Allahu i ka shkruar. E treta, besojmë se gjithë fard ndodh me vullnetin e Allahut, me lejen e tij. Nuk mundet me ndodh kurrë gjë pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Si dhe e katërta, besojmë se Allahu është krijuesi i gjithçka. Që i bie gjithçka që ekziston është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Thotë Imam Ahmedi, al-qadaru qudratur rahman. Kaderi është fuqia e Allahut. Kaderi është fuqia e Allahut. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah kur e komenton, thotë e ka për qëllim që kush e mohon kaderin e ka mohuar fuqinë e Allahut. Kush e mohon fatin e parapërcaktuar e ka mohuar fuqinë e Allahut. Kurse mohimi i fuqisë së Allahut i bie me mohue hynishmërinë e Allahut, domethënë me rrëzu tauhidur rububiyya. Po morëm shtyll për me kuptu. Shtylla e parë,
Besimi për diturinë paraprake dhe absolute të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma." Allahu dit gjithçka në mënyrë absolute. Dit gjithçka në mënyrë absolute. Domethënë, nëse e bëmi çat pyetje, çish mundet mu prish tauhidi nëse nuk beson kader? I bie për shembull, a beson ti në absolutësinë e Zotit, që është pa fillim dhe pa mbarim dhe i pa kufizuar, i pavarur? Nëse beson në absolutësinë e Allahut, atëherë që kjo shka ka mujt me ekzistu, dhe ti menon që nuk e ka ditë Allahu, atëherë ai është Zot nëse nuk e ka ditë. A është Zot nëse nuk e ka ditë dhe nëse i pas ka ik diçka? Nëse domethënë ka gjas mos me pas ditë, atëherë i bie që nuk është absolut, dhe nëse nuk është absolut, atëherë është Zot. Kështu që ai i cili e mohon diturinë e Allahut absolute, e ka mohuar Allahun subhanahu wa taala. Dhe pjesë e diturisë absolute është gjithçka që ka më ekzistuar. Dhe Allahu te barekutaala ka ditë përpara se të ekzistonte. Thot Allah subhanahu: "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir." A nuk e din ata që Allahu di çka ka në qiell dhe në tokë, dhe Allahu këtë e ka vënë në një regjistër. Dhe kjo për Allahun është e lehtë. Domthonjë kjo përderisa e beson Allahun për absolut, duhet me besu që Allahu gjithçka e ka ditë përpara. Shtylla e dytë është me besu në shkrimin e tyre përpara se të ekzistojnë. Thot Allah subhanahu: "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Gjithçka na e kena regjistruar në një pllakës, në një libër fillestar, që është domthonjë Lauhul Mahfuz. Saktësisht kjo ka ndodhur përpara ekzistencës në ezel. E shënon Imam Abu Daudi, që Albani thotë hadithi sahih, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu uktub." Kur e ka krijuar Allahu sefte, lapsin ka thonë shkruaj. Edhe ka thonë: "Rabbi wa madha aktub?" Zoti jam, çka më shkruajt? I ka thonë Allahu: "Uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a." Shkruaje fatin e gjithçkaje deri sa ndodhet kiameti. Deri sa ndodhet domethënë kiameti. Dhe muhimi i kësaj nën kupton muhimi i shpalljes që është përmend shkrimi domethënë Kur'anin Sunet. E treta është besimi se gjithë farë që ndodh me vullnetin e Allahut. Gjithçka që ndodh me vullnetin e Allahut. Thot Allah subhanahu: "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Ju smuni me dash diçka vetëse mos i të ka dashur Allahu. Mos smuni me dash diçka vetëse në sajt të vullnetit të Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Kur do Allahu mu bë diçka vetë të bëu edhe ajo bëhet. Domethënë sundimi absolut i Allahut azza wa jall nuk kupton që asnjë gjeth nuk bie, asnjë ujë nuk lëviz, asnjë pikë shiu nuk bie. Kur gjë nuk mund të bëhet vetëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Çish mund të më prish domethënë tauhidi nëse ti nuk e beson çket? I bie domethënë që nëse ti beson që kozmosi është në sundimin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë a mund të më bën këtë kozmos diçka pa lejen e tij? Ose a ka dikush hapësirë tjetër ku nuk mbrin sundimi i Allahut? Nëse beson se diku nuk mbrin sundimi i Allahut, atë nuk është absolut. Atëherë gjithçka që mund është me emenu, i bie që është nën sundimin dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe shtylla e katërt është besimi në Allahun se është krijuesi i gjithçkaje. Thot Allahu subhanahu: "Allahu khaliqu kulli shay." Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Domethënë, çdo lëvizje, çdo qetësi, çdo e falme, çdo heshtje, çdo mbyllje syve, krejt çka hen në kuptimin e të qenit i krijuar, krijuesi që asaj është Allahu. Qoftë edhe namazi jot, qoftë edhe mëkatet e tua. Se edhe mëkatet e tua janë lëvizjet që i ka kriju dikush. Po edhe vullneti jot i keq është në kuadër të krijesave të Allahut që ka kriju dikush. E krijuesi i krejt këtyne është Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall: "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allahu ju ka krijuar juve dhe çfarë punoni ju. Domethënë, besomi e para në diturinë absolute të Allahut, dituri paraprake e cila është cilësi absolute e Rabbul Alaminit. Besomi që Allahu i ka shkruajt, besomi që gjithçka ndodh me vullnetin e Allahut, dhe besomi që Allahu është krijues i gjithçkaje. Ajo që duhet me ditë që kaderin që e ka shkruajt Allahu në ezel, domethënë në para ekzistencë, dhe kaderin që Allahu subhanahu wa taala e ka bën në beslidhjen që ja kena dhënë Allahut, këto dyja nuk i di kurkush përveç Allahut. Këto dyja nuk i di kurkush përveç Allahut subhanahu wa taala. Po thot Allahu: "In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum." Nëse ju bani kufër, Allahu është i panevojë për juve. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dhe Allahu nuk pajtohet, nuk kënaqet që ti bëhet kufër. Wa in tashkuru yardahu lakum, nëse jeni mirënjohës, Allahu është i kënaqur. Atëherë, ky ajet na çon me trajtu pak më shumë pikën e tretë, çështja që ka të bëjë me vullnetin e Allahut. Dhe ne besojmë që ekzistojnë dy vullnete të Allahut. Një vullnet që quhet vullneti fetar dhe një vullnet që quhet vullneti kozmologjik. Vullneti fetar ndonëse ka të bëjë çka do Allahu, çka urdhron Allahu, çka kërkon Allahu,
Kjo është vullneti fetar. Këto janë obligimet fetare, janë urdhëresat fetare. Ato të cilat Allahu i kërkon për neve dhe ka më na marrë llogari për to. Kjo quhet vullneti i Allahut dhe për këto merremi në llogari. Kjo tjetra quhet vullneti kozmologjik i Allahut, që ka të bëjë me çka ndodh me lejen e Allahut, ani pse Allahu mundet mos me dashur atë. Allahu nuk e do kufrin, po mundet me ndodh dhe kur ndodh me lejen e Allahut, se nuk mundet në kozmosin dhe në ekzistencën që ka bëu Allahu, me ndodh diçka tjetër pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, kur thot Allahu in tashkuru yardahu lakum, nëse ju jeni mirënjohës ndaj Allahut, Allahu është i kënaqur me juve, kjo është vullneti i Allahut. Atëherë për çfarë të fol? Është të fol për vullnetin fetar. Është të fol për dëshirën fetare, do të thonë për vullnetin fetar që Allahu do mu falënderu, urdhëron për të falënderuar, është din, është fe falëndrimi ndaj Allahut, edhe do të thonë është ibadet për Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po nëse Allahu të ka udhëzu, edhe ti e falëndron Allahun për të mirën që ti ka dhënë, atëherë kjo ndodh si rrjedhim edhe i vullnetit kozmologjik. Do të thonë, kur thot Allahu azza wa jall, "Wa man yasha yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Ka ndo Allahu e vën në rrugën e drejtë. Këtë rast kur ka vë Allahu ty në rrugën e drejtë, i bie që ka ndodhur te dy vullnetet, edhe vullneti fetar, po edhe vullneti, domethënë kozmologjik i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që kufri, shirku, bidati, fisku, mëkatet, rebelimi ndodhin vetëm me vullnetin kozmologjik të Allahut, jo edhe me vullnetin fetar. Thot Allahu azza wa jall, "Wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allahu i çon në humbje njerëz të padrejtë, edhe Allahu bën çka do. Walau sha Allahu ma ashraku. Me pas dashur Allahu ata s'kishin bërë shirk. Që i bie nuk ka qenë vullnet kozmologjik i Allahut që ata me qenë besimtar. Ka qenë vullnet kozmologjik i Allahut që ata janë pabesimtar, edhe të përfundojnë si till. Me po kjo domethënë nuk ndodh me vullnetin fetar. Wala yarda li ibadi al-kufr. Allahu nuk pajtohet me bë kufër. Allahu nuk jep leje domethënë të bëhet kufër. Atëherë, edhe pse nuk e do, kjo mundet me ndodhë te krijesat e tij. Dikush e ka pyeti Imam Malikun për meselet e kaderit dhe i ka thonë sa'altani ams anil qadar, thotë më pyet për meselet e kaderit dje, thotë ngjo. Allahu ka thonë walau shi'na la atayna kull nafsin hudaha. Me pas dashna secilit shpirt ja kishim shu udhëzimin. Me pas dashna, do thonë dëshirë kozmologjike, vullnet kozmologjik. Me pas dash krejti kishim udhëzuar. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Mirë, po fjala ime prerë është që me murë xhehenemin me njerëz dhe me gjin. Me murë xhehenemin me njerëz dhe me gjin. E pastaj Imam Maliku ka thonë, "Fala budda min an yakuna ma qala Allahu Ta'ala." Thot çare s'është po bëj çka thon. Ka thon ka më murë xhehenemi. Qysh mushët, pse devion, ku motivohet, pse hub udhën, pse çoroditet, ajo është te me gjon, amo pa mur xhehenemi soçare. Se Allahu ka thonë me mur xhehenemin. Allahu ka thonë me mur xhehenemin me gjin edhe me njerëz. Kështu që kur dikush është nudh, është në udhëzim, është në ibadet, është në hajër, këtu janë dy vullnetet e Allahut, vullneti kozmologjik edhe vullneti fetar. Ndërkaq kur dikush nuk është nudh, është në kufër, është në mëkat, është mosbindje, është në bidat, është në rebelim, është në krem, këta s'ka ndodhur vetëm vullneti kozmologjik i Allahut që e ka lejuar në kozmos me ndodh, po jo që e ka lejuar që nuk e merr në përgjegjësi ditën e gjykimit. Tani pse dikan Allah e devion, e dikan udhëzon. Se kjo pjesa e mosnjohjes tonë të madhështisë së Allahut edhe vimi deri te kjo pyetje. Saktësisht para se më përgjigj, duhet me përcaktuar një të vërtet madhe. Nuk pyetet absoluti. Ai shkon është absolut, nuk pyetet. Allahu thot, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ai nuk pyetet çka bën. Tjerë pyeten. Ai çka do bën me krijesat e veta. Kur kush thoni thot pse ti bësh kështu? Pse filani ke qenë devim? E pse ti kanë kequr në, domethënë udhëzim, thot Allah azza wa jall, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allahu vendos kur kush nuk mundet me fol mas Allahut. Çka ka caktuar Allahu, kur kush nuk mundet me vendos diçka pas caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Me pas dash Zoti jot këtë shakon to këtë kishin besu. Mos ka dash. S'ka dash Allahu këtë me besu. Thot Allah azza wa jall, walau shi'na la atayna kull nafsin hudaha. Me pas dash e kishmi frymzu krejt shpirtat për më udhëzu. Atëra disa i udhëzon, disa nuk i udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Madje, a dini kë nuk e ka udhëzuar Allahu? Ata të cilët kanë qenë të shoqënuar me profet. Domethënë kur Allahu ta nal derën për me hi, edhe kur ta nal shirën mos me të kap rahmeti, edhe mukanën tu të folën ai pejgamberi Allahut nuk bëmë dobi. Thot Allah subhanahu wa taala që ka foli Nuhi popullit vet, i ka thonë: "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un."
thot edhe me dashur më këshillu, nuk ju bën dobi këshilla ime në kohë që Allahu t'u dash më deviju. Sa ajo është Zoti juaj, unë nuk vetna për ju, vetët ai. Nuk vendos unë për ju, vendos ai. Madje edhe mukonën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur si thot Allahu subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ty nuk e shtin null kan ti do. Mirë po veç kanë do Allahu subhanahu ta'ala. Atëherë, nëse na kuptojmë absolutësinë e Allahut, që Allah është absolut. Nëse kuptojmë absolutësinë e Allahut që ishin ligjatat e para. Atëherë, a mendon që dikush e ka merituar udhëzimin e Allahu nuk e ka ditë? Ata merr menja që dikush e ka merituar udhëzimin e Allahu sipas ka ditë që meriton. Ose ata mendon që dikush e ka merituar udhëzimin edhe Allahu s'ka pas mundësi me udhëzu. Si me të parën, si me të dytën del feje. Se këtu e mohon dijen absolute të Allahut, këtu e mohon fuqinë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj, dy baza të rububijes, për me kuptu pse Allahu dika në udhëzon, e dika në devion, e shka bën Allah me krijesat e tij, për me mujt nëse eventualisht kena doni gërvishje prej padjenis ton, edhe prej çorëditjes ton, atëherë kthehemi te dy tema, drejtësia absolute e Allahut edhe urësia absolute e Allahut. Çfarë është urësia? Urësia është se insan me lën vënë dur, Allahu e di ku na zbam ja dhon udhëzimin. E di më mirë. Sigurisht edhe drejtësia absolute, Allahu nuk bën pa drejtësi. Allahu nuk bën pa drejtësi, si ka dhënë udhëzimin se nuk e meriton udhëzimin. E këtu është ai sekreti që na nuk mujmë me hi. Shka ka mes kësaj dhe tutje është sekreti i Allahut, po kush je ti Allahu me të gazu sekretet? Kush je ti me të gazu Allahu pse unë e uzova filonin, pse nuk e uzova filonin? Ndaj është e rëndësishme me kuptu inna rabbaka hakimun alim. Allahu kur përmend emrin e tij Hakim, që është i urtë, e shoqëron me emrin Alim i gjithdijshëm. Me që është i urtë e di ai ku edhe ku s'dot. Me të vërtetë Zoti yt është Hakim, i urtë edhe është Alim, thot Allahu subhana inil hukmu illa lillah. Vendimi dhe urtësia është për Allahun, iqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Allahu vendos me hak, me të vërtetë me drejtësi, dhe është më i drejti, domethënë që vendos. E jonja nuk është me xhurmun sekretet e Allahut. E jonja është me xhurmun dy sene. E jonja është me xhurmun dy sene. Senë e parë që do të me xhurmun vllazni është mi hap syt. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kur ata nisën me laku, Allahu ja lakoi zemrat. Ki laku dikun që Allahu të largon pas e udhën. Domethënë e ki çel udhën ti për me laku kur Allahu të hek krejt. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kur ata nisën mureni çraka, me drejtu zemrën çraka, me deviju çraka, tani Allahu azza wa jalla qiti pi udhë. Kështu që e para me hapsyt, mos pe çel udhën e devimit. Mos jetë më të i mor sebepet e devimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domthon, shembull na e lidhmi zemrën me dynjon, e kur mas 10 vjetëve mbimi në gjunat mëdha, thonë s'di ç'ysh rash. Po ti e ke lidh 10 vjet je bogati. 10 vjet je bogati me ardhen çat drejtë. Për shembull, nëse dikush thot, kjo dynjë vlen vetëm nëse ti flen parë. Nesër është problema i të më menu pse mos më zhvillu biznesin tëm me kredi. Domethënë çysh unë mbijetoj me këta konkurrent nëse nuk marr kredi. Se ky u bogati 10 vjet për me ardh këtu. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ose dikush shembull thot, çysh mumi na mu izolu edhe me majt një fetari, çështu që na ka mësuar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërkaq kjo neve po na privon prej shumë çefeve të jetës. Po du të me e dorë për shumë qefeve të jetës. Në moment që ti të lidhët zemra me qefet e jetës, edhe i qetë ato në pikpyetje për me matë dhe me balancu me fejen, ka me ardë dita që për një qef kime ratë dishkan të ranë, që mund është me shkel kufit Allahut, ose me banë gjunat majët Allahut, subhanu ta'ala. Falamma zaghu, azagha Allahu qulubahum. Këta një herë kanë laku zemrën që raka, pastaj Allahu ja ka hedhë zemrën krejt. Kështu që asha du të mi hapë në sytë, mos me gjurmu të sekretet Allahut, po me gjurmu të realiteti jonë. Shka mundet me ndodhë që kadar zemra shkon aton edhe mas prompt i devion. Dhe e dyta është me a kërku Allahut sa më shumë udhëzimin. Sikur se kena në hadithin kutsi të Abu Dherrit që përmenëm më herët, ja ibadi kullukum dal. O robët e mi, krejt jeni devjum, krejt jeni jashtë udhës. Illa men hadejtu, përveç kanun e shtin udhë, fastahduni ahdikum. Kërkoni për me udhëzim, unë kom udhëzu. Kërkoni për me udhëzim, unë kom udhëzu. Një pjesë e madhe udhëzimit është me jetësu kuptimet e mirënjohjes. Mu ka mirënjohës dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse ju jeni mirënjohës, Allah është i kënaqur me juve. Nëse jeni mirënjohës, Allah është i kënaqur me juve. Keni vëmendjen këtu çysh Allah subhanahu wa ta'ala më herët na i përmendin shukrin në vend të imanit. E pruni si sinonim të imanit. Thot Allah azza wa jalla. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula manna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi a'lama bish-shakirin.
Thot kështu na I vëmë në sprov njerëzit me thonë, a që ta Allah I ka begatu kundrejt këtyre tjerëve? Shpesh njerëzit I përzihen Allahut, ky se ka merituar udhëzimin, ky se ka merituar çket familje, ky se ka merituar çket sukses, ky se ka merituar çket pasuni, ky se ka merituar çket autoritet. A haula men Allah alejhim min baina, që ta Allah I pas ka përzgjedh mu kon këta muslimanët? Përfundon ajeti, alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin, a nuk e di Allahu kush ka më kon mirënjohës, sikur na jep një mesazh. Natyra, mentaliteti, njerëz nuk janë mirënjohës, Allah I privon prej udhëzimit. Sa ma njeri mirënjohës që je ma I predispozuar Allah me dhënë udhëzim. Do të thonë, ku do në jetë ku ti vihesh në sprov, a je mirënjohës ndaj të tjerëve? Çtohet karakteri I mirënjohjes dhe nëse çtohet karakteri I mirënjohjes edhe natyra e mirënjohësit, ka më të shtuar shansa për më kon më I begatuar me udhëzim, e që I bie nëse Allah subhanahu wa taala ta mundson me orë këtu, atëherë I bie që mirënjohja u bë sebeb më afro Allahut dhe mos I ti afrohesh Allahut je mirënjohës që I afro Allahut. Mo nisë me mirënjohje, përmbyllë me mirënjohje, edhe vazhdon ciklin e mirënjohjes në vazhdimsi duke qenë mirënjohës dhe Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ajeti në fund përfundon dhe me këtë përmbyllmi, thotë wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse jeni mirënjohës dhe Allahut, Allah është razi, është I kënaqur. Vullneti I Allahut që ju jeni mirënjohës dhe Allahut. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kur kush nuk e merr barrën e mëkatit tjetër, barrën e mëkatit të tjetrit. Thotë thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pastaj keni kthyer te Zoti juaj dhe kam ju kallëzuar çka keni bë. Innahu alimun bi dhati sudur, dhe ajo disha kanë gjokset e juaja. Ç'ky ajet në vëllezër, ç'ka do të thënë vënë na kujtoni do të thënë tjetër. Shikoj veprat e tua, shikoj përpjekjet e tua, se me ato kemi marrë në përgjithësi. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Se njeriu pengi veprave të veta. Si ti pengi veprave që tërkujt. Domthon për këtë arsye vën pikërisht kjo ajet, domthon wala taziru waziratun wizra ukhra. Kur kush nuk merr barrën e çetërkujt. Domthon ti e koni pa kujdesshëm, ti e koni pa interesum, ti ke qenë shpërfillës, ti ke qenë domthon mendje madh, ti e kon, domthon kjo problemi jot. Merru ti me problemin tan. Ti e kon xahel, ti e konën që kish ken kufi, të Allahut azza xal, ti ki lën farzë, ti ke rënë gjuna. Kjo problemi jot, nuk ti dush më mor, kjo barra jote, nuk e çetërkujt. Thot Allah subhanahu, faman ihtada fali nafsi, wa man dhalla fa inma yadhillu alayha. Kush henu dhe për vetje ka. Kush del pra për vetje ka. Arsyeja ndër vëllezër pse vën ky ajet, do thon me që përmend Allahu kufrin që nuk e do, edhe përmend mirënjohjen që e do, e pastaj e përmend që secili e ka barrën e vet gjunave dhe veprave të veta dhe nuk e ka çetërkujt, sikurse vën për me na sforcu përgjegjësinë personale, vetanake, edhe për me e rrëzu mentalitetin e arsyetimeve. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Beslidhin e parë, Allahu I ka paralajmëruar njerëz mos tunit ditën e gjykimit si kena ditë. Se kjo është marraki I njerëzve, apo kjo është smuja e njerëzve, sa herë që ballafaqohem me të vërtetën, po mos e kam ditë, po s'ma ka ngallzu. Po se e kisha qit pimene, po ti u dash me ditë. Ti u dash me ditë. Po për me ditë u dash marr në ders, po pse s'ke ardhur në ders? Për me dash me ditë u dash mi përcjell njerëz të dishëm, po pse s'ke përcjell? Mos tuin ditën e gjykimit si kena ditë. Au taqulu inma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. As mos thuin ditën e gjykimit kanë bërë shirk baballarët e ton. Baballarët e ton janë konë nudhe, e na kom pasar styne, e pse më na mor neve, më na dënusha kanë bë ata, e na kena vazhdu tyne. Thot Allah subhanahu se yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una. Mushrik thonë, me pas dashur Allahu s'kishmi bën na shirk. Mushrik thonë, mos me pas dashur Allahu s'kishmi bën na shirk, po as baballarët e ton. Mon kjo është mentaliteti domthon I mushrikëve edhe njerëzve devijum që kur ballafaqohen me të vërtetën nuk përmirësohen, po këshirin me gjetë arsyetime mjalon fajin që tërkujt. Ajeti po thotë ti je përgjegjës. Domthon ki mohu, ke qenë mos mirënjohës, nuk je bind, ke shpërfill, ke shkel kufi, ti je përgjegjës. Edukohu me e mor përgjegjësinë e veprave tua. Edukohu mos me këshir me gjetë fajtor, sepse kjo nuk shkon në vijë me mësimet e Allahu subhanahu wa taala. E sidomos kisha pas dashur kjo me çë mesazhi kësaj ligjate, do thon krejt kjo në vëllezër me e kthy në projekt të jetës vetë përmirësimin. Mos me lën këtë punë në përmirësimit mrekulli. Nejta në disa veta mund ndryshu jeta. E ngova një ders dhe mund ndryshu jeta. E lexova një libër mund ndryshu jeta. Jo, ti duhesh me punu shumë me veten. Me punu shumë me veten, me punu me shumë me podkuptimet e tua, me veset e tua, me padinjen tone, me zakonet e tua, dush me punu. Thot Allah subhana, o men tezekka fa innama yatazakka li nafsi. Kush përmirësohet, kush pastrohet, kush ndreqet për vetje ka. Mos mbromte e ndreq, po për vetje ki pas. Nuk I ki pas ti minejtën besnik mësimeve që I ti mor. As nuk I ki pasën minejt besnik mentorit ose mësuesit tan.
Thjesht e ki mas promti për veti, thot Allah subhanahu, "Faman absara fali nafsi wa man amiya fa alayha." Kush i qel syt për veti i ka qel. Kush do mu bë çor, pra për veti u shbo. Nuk tim qel syt, e vërteta vazhdon. Përgjithësia nuk bie, llogaria në ditën e gjykimit është shumë e rëndë dhe kjo në vëllezër është pikërisht edhe mesazhi i kësaj trajtese, mi hap syt, ja ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varur, ju jeni nevojtar, ju jeni fukara për Allahun, e Allah është i pa nevojë për juve, edhe është i vetë lavdruar me lavdi të plot. Shpesh konsideroj që një pjesë e madhe e fetarisë po dështon se nuk janë të ndje kësaj absolutësinë e Allahut, edhe varësinë tonë, edhe fukarallëkin tonë para Allahut. Elos Allah azza wa jalla me ne pasur zemrat, me ne udhëzu, me ne fal gjunat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.